Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u zhvillua këtë të martë seanca e radhës e procesit në themel ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-deputetes Monika Kuremadi, të cilat përballen me akuzat e ngritura nga SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Gjatë seancës, mbrojtja kundërshtoi provat e administruara nga organi i akuzës, duke kërkuar kryerjen e një ekspertize të re kontabël. Sipas avokatëve, dokumentacioni financiar mbi të cilën mbështetet dosja paraqet mangësi dhe nuk krijoi një pasqyrë të plotë të fakteve që hetohen. Një tjetër kërkesë e mbrojtjes ishte administrimi i provave shtesë dhe thirrja e disa dëshmitarëve, mes tyre dhe kryeministri Edi Rama, për të sqaruar rrethanat që sipas tyre lidhen me materialet e paraqitura në dosje. Në pranimin e këtyre kërkesave pritet të vendosë trupi gjykues në seancat në vijim. Në sallën e gjyqit, Monika Kuremadi kundërshtoi mënyrën se si prokuria e posaçme ka përdorur komunikimet elektronike, duke pretenduar se mbrojtjes nuk i është vënë në dispozicion i gjithë dokumentacioni që lidhet me ekspertimin e telefonit të sekuestruar. Janë 70 faqe vetëm për fibrën optike. Provat shkresore nuk vërtetojnë ndërhyrje. Organi i akuzës më numëron qimet e shtëpisë dhe më nxjerr në media. Nga 167 emailët që Adrian Shatku ka me mua, vetëm 4 janë përdorur nga akuza, ndërsa të tjerat nuk kanë asnjë lidhje. Sipas Kuremadit, në dosje janë përzgjedhur vetëm fragmente të veçanta të komunikimeve, si mesazhi u firmos dhe u shpërnda nga të gjithë ministrat dhe përgjigja shkëlqyer, ndërsa pjesa tjetër e korrespondencës është lënë jashtë analizës. Nëse komunikimet janë mes Monika Kuremadit, Adrian Shatku dhe Edi Ramës, çfarë lidhje ka Ilir Meta? Janë marrë vetëm disa mesazhe të shkëputura nga konteksti dhe asnjëri prej tyre nuk provon ushtrimin e ndikimit palishëm. Seanca u mbyll pa një vendimarrje mbi kërkesat e mbrojtjes. Procesi do të vijojë në shqyrtimin e provave dhe me vendimin e gjykatës lidhur me ekspertizën e re, administrimin e materialeve shtesë dhe dëshmitarët që do të thirren gjatë gjykimit.